Shqipëria është një vend i sigurt. Shqipëria është një vend i sigurt sa i përket rendit publik dhe luftës ndaj krimit. Ky ishte qëndrimi i ministres së Brendshme Albana Koçiu teksa raportonte në Komisionin për Çështjet e Brendshme. Në raport me veprat penale, Koçiu bëri me dije se numri i vrasjeve është ulur, ndërsa zbulueshmëria është në masën 95%. Lajmi i mirë është gjithashtu dhe ulja e numrit të krimeve të rënda përfshi dhe numrin e vrasjeve me dashje. Norma e zbulimit të veprave penale është mbi 95% dhe kjo nuk është një shifër e vogël. Për këtë solli si shembull edhe faktin që vitin e kaluar kishte 0 turistë të huaj viktima të krimeve të rënda. 0 turistë të huaj viktima të krimeve të rënda në Shqipëri. Ministria Koçiu foli për progres në raport me krimin organizuar dhe tha se janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Por me konstatimet e ministres nuk ishte dakord deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka. Fake news'e të cilët ja shesin opinionit për të vërteta, por realiteti i gjendjes dhe i sigurisë në vend është drithërues. Edhe për deputetin tjetër të PD-s, Klevis Balliu, ka një situatë alarmante me situatën e sigurisë lidhur me krimin dhe vrasjet. Rinia shqiptare vritet me njëra tjetrën se janë të mbushur me armë brez. Që janë gjithë to armë që qarkullojnë? Ministria foli edhe për aksidentet me pasoja fatale për të cilët tha se janë ulur me 17% krahasuar me vitin e kaluar. Gjithashtu ajo u ndal edhe te monopatinat për të cilat u shpreh se shumë shpejt do të kthehen në qarkullim me rregulla të reja e limit shpejtësie.